Pamje shqetësuese vijnë nga qendra e shpërndarjes së pensioneve në Fier Shegan, ku këtë të marrë dhjetra pensionistë kanë qëndruar në radhë për orë të tëra, në pritje të tërheqjes së pensioneve të tyre mujore. Ora shënonte 14 pasdite, ndërsa të moshuarit që kishin ardhur që në orët e para të mëngjesit prisnin me shpresën që posta apo bankat të sillnin fondet. Për fat të keq, parat mungonin dhe askush nga autoritetet nuk jepte informacion zyrtar. Pensionistët nuk pranuan të flisnin para kamerës, përjashtë saj shprehën se ky është një problem i përsëritur në këtë qendër shpërndarjeje, ku mungesa e organizimit dhe mbulimit nga institucionet bankare dhe posta kanë krijuar situata të tilla jo njerëzore. Sipas tyre, trajtimi i pensionistëve në këtë formë, sidomos në prag festash, është i papranueshëm. Ata nuk kërkojnë mëshirë, por thjesht atë që ju takon me të drejtë, mundin dhe djersën e një jete të tërë pune. Siç e shikoni, ndodhen në qendrat administrative Fier Shegan, pikërisht në zyrën postare të Fier Sheganit. Që në orët e para të mëngjesit, pensionistët e këtij fshati e këtij gjithë zonës vinë pikërisht në këtë qendër për të marrë pensionet e tyre. Aktualisht, ora shënon 14 pas dreke dhe pensionistët akoma vazhdojnë të qëndrojnë jashtë zyrave kësaj poste. Pasi ne kemi komunikuar me punojësin e zyrës postare në Fier Shegan, e gjithë biseda është sepse ka mungesë të paras nga përcjellja drejt bankave. Bankat nuk janë treguar korrekte në vendosin e pagesave për pensionistët në zonën e Fier Sheganit. Aktualisht, siç e shikoni, një pjesë e madhe të pensionistëve kanë me orë të tëra që presin në radhë dhe aktualisht asnjë lloj shpjegimi nuk marrin nga drejtuesit e postës. Pikërisht ky nuk është rasti i parë. Çdo dhjetor, gjithmonë në zyrat postare vjen i njëjti fenomen. I njëjti fenomen që pensionistët presin në radhë dhe askush nuk merret me ta. Për televizionin Apollon, Dreqim Gjoshi. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga posta apo bankat e përfshira. Kjo situatë ngre shqetësimin për mungesën e përgjegjësisë institucionale në shërbimin ndaj moshës së tretë, një kategori që meriton respekt dhe jo radhë dhe pritje të kota. Kjo kronik është një apel për zgjidhje, në mënyrë që fenomeni të mos përsëritet më as në Fier Shegan dhe as në asnjë qendër tjetër të shpërndarjes së pensioneve. Kamera e televizionit Apollon ishte e pranishme dhe solli këto pamje nga posta në Fier Shegan.